Pa u ka një mërshirëshe me njerëzit që shpreson ti me të mëshiru Allah. Ti me njerëzit arrogant, ti me njerëzit ju maqere, ti me njerëzve ju madh, njerëzve këthu ti se kushije. Dhe ti Allah i ka me të tolerua. O ti të rrejt vetën, nëna të rrejt vetën. Wallahi mund është me rrejt vetën, ki me hinë gjenem. Ki me hinë gjenem. Zbutu, dhe të kaploje mëshira. Duj njerëzit, duj ropë të Allahu Gjellë Gjellalu. Ma djetarët kanë danë se njeriu duhet një adash khajrin edhe atër që s'kan besuar. Dhe Allah e uzof, Allah e drejtof. Për nga mësëm kante për migjen e vetë. Kante, pse se pranoj islamin, ka me hinë gjenem. Mas i ka vdek, ja rab, ala jam të t'lut. E na, qka bojnë adhe zë? Për këta syje, nuk ko feja teknike, nuk ko feja hacker, nuk ko feja une e kam qitë që këtë stupin që tu, edhe ma une që shtu jam. Jo, se që ki muri, Allah alem sa vitës ka ndruhe. A i thojt kësa, a i thojnë i qëndru këshëma, a i thojnë stabil në feja, dhe i thojnë guri i thojnë. Andaj mëse përzini qëndru shmorin në fe me gurzit. Gurzit janë hiq par leviz, a ka leviz kjo? A ka ndru traj? Jo. Ama, të të shka stabilitetin fe. Stabilitetin fe o pëndim. Stabilitetin fe o për dit mu bo ma i mirë se tje. Shtu ka thani mu Mahmedi. I kanë thonë, qka është takvalloki? Qka fitimi? Ka thonë, fitimi është gjdo dit mu kanë ma i mirë se i kanë dje.